Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lavdruar Jezu Krishti. Në këto momente do lutim së bashku lutjen e mëngjesit apo mëngjesoren. Sot është e mërkur, java e 12 gjatë vitit C. Psalme të marra nga java 4 e psalterit, në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. O hymë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Autori i qiellit shkëlqim plot, që ndriçon hanën e netve, dielli në udhtim të ditëve, krijoven shtigje të sigurta. Tani nata e zezë dëbohet, rilind shkëlqimi i botës, fuqia e re e mendjes ngrihet në vepra tërheqëse. Me këndu e lavdet tua, dita i nxit tregimet, më këndshme pamja e qiellit, i kthjellon zemrat tona. Të shmangim çdo lloj gënjeshtre, të ulet prapësia e shpirtit, ngjarjet mos ta njollosin jetën, gjuha me faljen mos të plekset. Por sa dielli sjell ditën, besimi i thellë të ziej, shpresa të nxis premtime, Krishti ti mbështetet dashuria. Bëj o atë të ridrejti, dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues ndër gjithë shekuj. Amen. Antifona e parë. E gatshme është zemra ime për ty hyji im. Psalmi 108, 107, rreshtat 2 deri 14. Lavdi Zotit dhe thirrje në ndim. Pasi që biri i hyjit u ngrit përmbi qiej, lavdia e tij shpallet në mbar botën, pa thënë Arnobi. E gatshme është zemra ime o hyj, e gatshme është zemra ime. Do të këndoj e do të luaj në harp. Ja, lavdia ime, zgjohu harpe cetër, agimin dua ta zgjoj. Do të lavdëroj ty o Zot midis popujve, për ty do të luaj me harp midis kombëve, sepse madhërueshme është deri në qiell mëshira jote, deri në re e vërteta jote. Lartësohu o hyj, lart përmbi qiell, përmbi mbar dheun le të shndrit lavdia jote, që të çlirohen të dashurit e tu, le të më shpëtoj e djathta jote e më dëgjo. Hyji u përbetua në shenjtërorën e vet. Do të kënaqem, dua ta ndaj sikimen, masën do t'ja vë lugines Sukot. Imi është Galaadi, imi është Manaseu, Efraimi është përkrenarja ime, Juda skeptri im. Moabi legeni ku unë lahem, mbi Eldum do ta hedh këpucën time, mbi Filistej do të këndoj fitoren. Kush do të më pri deri në qytet fortesë? Kush do të më pri deri në Idume? Vall, ajo ti, o hyj që na braktise? Pse as do të dalësh o hyj me ushtrit tona? Na ndihmo dhe kundër armiqve, sepse i kot është shpëtimi që vjen për njerëzve. Me ndihmën e hyjit do të bëjmë trimëri të madhe. Ai do t'i shkel armiqt tan. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. E gatshme është zemra ime për ty hyji im. Antifona 2. Si me mbules më mbështolle me shëlbim e me drejtësi. Kënga Isaia profet, kapitulli 61, rreshtat 10 deri 62. Gëzimi i profetit për Jerusalemin e ri. Pash Jerusalemin e ri, i stolisur por sinusja përgatitur për fatin e vet. Sipas librit të zbulesës, kapitulli 21, rreshti 2. Me gëzim të madh gëzohem në Zotin. Shpirti im galdon në hyjin tim. Sepse më veshi me petkat e gëzimit, ai më mbuloi me leshnik të drejtësisë,
por si dhëndër të stolisur me kez, por si nuse me argjendari e stolisur. Po, por si toka që bën të mbi gjelbrimi, por si kopshti që bën të mbi farati, kështu Zoti hyj do të bëj të mbi drejtësia, edhe lavdi në sytë të gjithë popujve. Për shkak të Sionit, unë nuk do të hesht, për shkak të Jerusalemit, s'do t'i jap vetës pushim, deri që drejtësia e tij të dalë por si drita, e shpëtimi i tij të mos ndizet si llamba. Të gjithë popujt do ta shohin drejtësinë tënde, të gjithë mbretërit lavdinë tënde. Do të quhesh me një emër të ri që do ta caktoj goja e Zotit. Do të jesh kuror nderi në dorën e Zotit, kez mbretërie në shuplak të hyjit tënd. Nuk do të quhesh më Elena, toka jote më do të quhet e shkretuar, por do të quhesh kënaqësia ime, e toka jote e martuara. Sepse ti i pëlqeve Zotit, e toka jote do të jetë e martuar. E një mend, sikur se i riu që martohet me të fejuaren, kështu me ty do të martohet ndërtuesyt, sikur se dhëndri që i gëzohet nuses, kështu do të gëzohet ty hyji yt. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Si me mbulesë më mbështolle, me shëlbim e me drejtësi. Psalmi 146-145, rreshtat 1-10, antifona 3. Do ta lavdëroj Zotin gjithë jetën time. Lumaj që shpreson në Zotin. Shkoni e tregoni gjonit çfarë po dëgjoni e çfarë po shihni. Të verbrit po shohin, të sheptit po ecin, të gërbulerit po pastrohen, e të shurdhërit po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen, e të varfërve po predikohet ungjilli. Sipas ungjilltarit Mateu, e kapitulli 11 rreshtat 4-5. Lavdëroje shpirtim Zotin. Do ta lavdëroj Zotin gjithë jetën time, e derisa të jem, hyji tim do t'i këndoj. Mos se vini shpresën tuaj në princa, në njeri që s'është i Zotit të shpëtoj. Njeriu jep shpirt e kthehet në dheun e vet, brenda një dite humbasin synimet e tij. I lumi ai që ka ndihmën e hyjit të Jakobit, që ka shpresën në Zotin, hyjin e vet, i cili krijoi qiellin e tokën, detin e gjithçka është në ta. Që e mban besnikrin për amshim, që u jep të drejtën të nëpërkëmbërve, u jep ushqimin të uriturve. Zoti i çliron robrit. Zoti u jep dritën e syve të verbërve. Zoti ndreq të kërrusurit. Zoti i do të drejtët. Zoti i mbron ardhacakët, u ndihmon bonjakëve e të vejave, ndërsa mëkatarëve u apshtjellon udhët. Zoti do të mbretëroj për jetë. Hyji yt o Sion, nga breznia në brezni. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Do ta lavdëroj Zotin gjithë jetën time. Leximi i shkurtër nga Ligji për Trirë, kapitulli 4, rreshtat 39-40a. Dije sot dhe thadroje thellë në zemrën tënde se Zoti është hyj lart në qiell e poshtë mbi tokë, e tjetër nuk ka. Mbaji urdhrimet e tija dhe ligjet e tija që unë po t'i jap sot. Përgjigje e shkurtër. Do ta bekoj Zotin në çdo kohë. Do ta bekoj Zotin në çdo kohë. Në gojën time gjithmonë lavdi i tij. Në çdo kohë. Lavdi Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Do ta bekoj Zotin në çdo kohë. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Në shenjtëri e drejtësi, për çdo ditë të jetës sonë, t'i shërbejmë Zotit.
Kënga Zakari sipas Lukës Ungjilltar kapitulli i parë, rreshta 68 deri 79. Mesia dhe paralemrusi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyi Izraelit. që e pa dhe shpërbleu popullin e vet, Ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet, sikurse e premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit ton, se do t'na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shetri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden e errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapatan në udhën e paqes, Lavdiatit e birit të shpirtit shejt. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Në shetri e drejtësi, për çdo ditë të jetës sonë, t'i shërbejmë Zotit. Lutje të besimtarve. Krishti, shkëlqimi i lavdisë së Atit, na ka shndritur me fjalë të veta. Ti brohorasim. Dëgjona ne, mbret i lavdisë sa mshuar. Bekuar qofsh o Zot, se prej terit na thirrën në dritën tënde të mrekullueshme. Plotësoje veprën e shëlbimit që ke nisur në ne. Dëgjona ne, mbret i lavdisë sa mshuar. Të verbërve u hapë sytë dhe të shurdhëve u aqele veshët. Na shëron nga mosbesimi. Dëgjona ne, mbret i lavdisë sa mshuar. O Krisht, bëj që për herë të qëndrojmë në dashurinë tënde. Mos lejo që të ndahemi prej njëri tjetrit. Dëgjona ne, mbret i lavdisë sa mshuar. Na jep forcë që t'i përballojmë sulmet e errësirës dhe të jemi të qëndrueshëm në vështirësi. Dhe bëj të jemi mirënjohës për të mirat që na jep. Dëgjona ne, mbret i lavdisë sa mshuar. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt. Ardë mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na ep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hy, ti përmblodhe të gjitha urdhërimet e ligjit tënd të shenjtë, në urdhërimin e dashurisë ndaj teje dhe ndaj të afërmit. Bëj që duke ecur udhës së urdhërimeve të tua, t'ja arrim jetës sa mshuar. Në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që më ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues të Radio Maris, kishit mundësim të lusim së bashku lutjen e mëngjesit. Në orën 9 do të lusim së bashku kurorën e Arit. Në orën 12 do vazhdojmë me lutjen e Angjëllit të Zotit dhe orës së mesme. Pastaj në orën 15 do lusim kurorën e mëshirës synore. Në orën 17:30 Radio Maria do të transmetoj drejt për drejt Rozaren dhe meshën e shenjtë nga kisha Zemra Krishtit në Jagod, ku kremtues do të jetë Dom Francopi. Dhe në orën 19 do vazhdojmë me lutjen e mbrëmsorës. Në vazhdim juftoj të shoqëroni me programet e tjera të Radio Marisë së Kosovës. Një zë krishter në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.